Tani më thuaj si është bashkëtosh një Korçar dhe një Vlonjat. Të përbashkëtat, ku ju ndanë, ku ju bashkon, se nuk është kollaj, me thënë. Nuk është fare kollaj. Jo vetëm Korçar me Vlonjat, po dhe Korçar me Korçar. Bashkëtesa është gjithmonë e vështirë. Po t'jesh Korçar me Vlonjat është akoma dhe me vështirë. Por ne Korçarët... Pse, çfarë? Por Vlonjat, jo Vlonjat, por Labëri. Akoma me vështirë. Akoma me vështirë. Prindrit e ti djespast ishin nga Labëria, sepse na janë larguar të dy prindrit nga të dy anët. Kam bashketuar 15 vite. Me ta, keni qenë në një familje, në një shtëpi, në një shtëpi. Dhe... Nuse Korçar në një familje labe. Po. Më thuaj pak impaktin e parë, momentin e parë. Impaktin e parë, sigurisht më ka pritur me dashuri, pa diskutim, sepse më donë të djali, derta më donë të djali, kështë marrë fund muhabeti. Pastaj, ishte shumë mirë, sepse më ndiqnin, ishin të moshuar. Vjeri ishte 78 vite në ato, kurse Vjera ishte 73, kishin 5 vjetë diferencë. Ishin ata në një qikë shu paragjykues, do thoshin, ke menduar që kjo është këngëtare, kjo është për Jo, absolutisht, bilim ata ishin zakonisht kënaqur dhe më thoshin që merë pjesë, këndo, bile vërtet e dashuronin profesionin tim.